Në vijën bregdetare të thyer të Norvegjisë perëndimore, inxhinierët po gdhendin një rrugë të re përmes shkëmbinjeve të fortë që mund të ndryshojë mënyrën se si norvegjezët lëvizin nëpër vendin e tyre. Tuneli Rogfast, në ndërtim e sipër që nga viti 2018, është në rrugën e duhur për të bërë tuneli rrugor në New York më i gjatë dhe më i thellë në botë, me një gjatësi prej 26.7 kilometrash dhe një thellësi prej 390 metrash në nivelin e detit. Në pikën e tij më të ulët, krijuesit e tij shpresojnë se tuneli do ta zvogëlojë ndjeshëm kohën e udhëtimit përgjatë një vije bregdetare të dominuar prej kohësh nga tragetet, shkëmbinjtë e pjerrët dhe rrugët dredha. Me ndërtimin që tani është në gjysmën e rrugës, 65% e përfunduar në veri dhe 45% në jug, Rogfast po përparon vazhdimisht drejt hapjes së tij të parashikuar në verën e vitit 2033 deri në vitin 2053. Zyrtarët norvegjezë të transportit të vlerësojnë se tuneli mund të mbështesë deri në 13.000 udhëtime me automjete në ditë, duke riformuar jo vetëm trafikun lokal, por edhe ritmet ekonomike të rajonit të tërë bregdetar.